Gjendja e njerëzve në Ramazan. Allahu i madhëruar e ka bërë obligim agjërimin e muajit të Ramazanit, ashtu si kur edhe adhurimet e tjera, për të gjithë muslimanët që i plotësojnë kushtet e vendosura nga ai. Mirë po jo të gjithë muslimanët i kryejnë adhurimet ashtu siç kërkohet. Në vendin tonë do të hasësh musliman, të cilët nuk e falin namazin, por agjërojnë të gjithë muajin. Jo rallëherë dëgjojmë se dikush thotë se agjërimi i këtyre njerëzve nuk pranohet. Padyshim që agjërimi i tyre është i pranuar tek Allahu, megjithse ata janë gjunaqtar për mosfaljen e namazit. Në ditën e gjykimit, Allahu i madhëruar ka vendosur një peshore ku do të peshohen të gjitha veprat që njeriu ka kryer, të mirat dhe të këqijat. A nuk thot Allahu i madhëruar në Kur'an: Kush ka bërë një të mirë, qofsa një thërmi, do ta shoh atë. E kush ka bërë ndonjë të keqe, qofsa një thërmi, do ta shoh atë. Surja Zelzele 7:8. Do të hasim musliman, të cilët kanë vendosur të agjërojnë vetëm disa ditë nga Ramazani, apo vetëm natën e Kadrit. Padyshim që kjo është e pranuar tek Allahu. Detyra jonë është që t'i motivojmë ata që të agjërojnë më tepër se një ditë apo të gjithë Ramazanin. Do të hasim musliman, të cilët nuk agjërojnë as edhe një ditë nga Ramazani, por thonë që në këtë muaj të begat nuk do të pim alkool, as cigare, dhe nuk do të fusim në gojë mish deri. Për të tillë njerëz më vjen ndërmend ajeti kuranor: Ndërsa kush madhëron shenjat e fesë së Allahut, tregon për kushtimin e zemrës së tij. Surja Hax 32. Ku i dihet, në këtë Ramazan ai privohet nga harami, kurse në Ramazanin e ardhshëm do të privohet nga ushqimi dhe pija për ta agjëruar për hatër të Allahut dhe raste të tilla ka patur. Do të hasim musliman, të cilët nuk agjërojnë edhe kur fillojnë të hanë apo pinë para teje që agjëron, menjëherë kuptojnë se çfarë po bëjnë dhe ndihen në faj dhe të kërkojnë falje. Edhe kjo është një shenjë mirë, sepse kjo është dëshmi që tregon se këta njerëz e dinë vlerën dhe rëndësinë që ka agjërimi. Jo rallëherë ndodh që ne i paragjykojmë vajzat për nga veshja, sa ka që ato agjërojnë të gjithë Ramazanin. Këtu nuk ka asgjë për të çuditur, sepse fakti që ato agjërojnë është dëshmi e besimit të tyre, pavarësisht se nuk kryen një urdhër të fesë. Ashtu sikurse prej nesh kërkohet që t'i shmangemi para gjykimeve. Gjatë ciklit menstrual, gratë kanë të ndaluar të agjërojnë dhe si rjedhoi atyre u lejohet të hanë dhe të pinë gjatë ditës. Megjithatë, do të ishte diçka më mirë për to që mos të hanë të pinë në sytë e njerëzve, sepse mund të bëhen shkak për keq për njerëzit, të cilët nuk e dinë këtë rregull, dhe kur shikojnë një grua me shami që po hanë në mes të ditës mund të keq kuptohen. Ndonjëherë dëgjojmë disa muslimanë të cilët thonë se agjërimi jonë nuk ka të krahasuar me agjërimin e prindërve tanë, të cilët kanë vuajtur shumë në kohën e komunizmit. Unë mendoj se nuk kemi përse të bëjmë të tilla krahasime, sepse Allahu i madhëruar, ashtu sikur e ka bërë obligim agjërimin e muajit të Ramazanit, obligim për prindrit tanë, ashtu e ka bërë obligim edhe për ne. Allahu i madhëruar thotë: Ata njerëz tashmë kanë kaluar, ata do të kenë çfarë kanë merituar dhe ju do të keni atë që meritoni. Surja El-Bekare 134. Unë jam i bindur plotësisht se edhe ne po të jetonim në atë kohë do të agjëronim, sepse motoja jone e përbashkët është: Dëgjuam dhe u bindëm, na fal o Zot, dhe ardhmja do të jetë tek ti. Surja El-Bekare 285. Gjatë netëve të Ramazanit, xhamit mbushen plot e përplot me musliman, të cilët falin namazin e teravis. Ka nga ata musliman që për 30 net janë të përpiktë në faljen e namazit të teravis, teksa i gjen ata që nuk falin farzet. Ky është realiteti i njohur në mesin tonë. Ky realitet mund të duket si paradoksal, sepse si mundet që muslimani t'i ia prioritet faljes së namazit vullnetar, sunet, ndaj atij obligativ, farz. Megjithatë, ne nuk duhet të anashkalojmë faktin se ata bashkë me teravit falin edhe namazin e jacis. Pra dashje pa dashje e kryen faljen e një namazi obligativ. Po ashtu falja e namazit të teravis mund të jetë një derë e hapur për të kuptuar se muslimani duhet falë edhe 5 namazet obligative, farz në ditë. Zhurma e fëmijëve gjatë netëve të Ramazanit në xhami është tepër shqetësuese. Aq shumë zhurmë bëhet sa që muslimani nuk arrin të përkushtohet aq sa duhet në kryerjen e adhurimit brenda në xhami. Po, a duhet largojnë fëmijët nga xhamia për shkak se na shqetësojnë dhe nuk na lënë rehat që t'i kryejmë ritet ashtu siç duhet? Unë as që do ta mendoja një gjë të tillë. Sa fëmijë shqetësues kanë frekuentuar xhamit tona gjatë Ramazanit, dhe kur janë rritur janë bërë besimtarë të mirë të përkushtuar.
por kjo kurse si nuk do të thotë që ne t'i lëmë ata të lirë. Jo, detyra e prindërve është që t'i mbajnë fëmijët e tyre pranë dhe t'u tërheqin vëmendjen. Ashtu si kur edhe imami i xhamisë duhet t'u tërheqë vëmendjen her pas here, derisa të ngulitet në mesin ton kultura e mosbërjes zhurmë në xhami. Gjatë ditëve të Ramazanit, disa shkolla organizojnë ekskursion. Në të tilla organizime fëmijët kanë shumë dëshirë që të marrin pjesë, mirë po, duke qenë se janë agjërueshëm privohen nga kjo mundësi. Në të tilla raste do të sugjeroja për fëmijët të shkojnë në ekskursion, sepse për udhëtarin është e lejuar që të mos agjërojë, dhe po ashtu fëmia i cili nuk ka mbushur moshën e pubertetit nuk e ka për obligim agjërimin. Përpas Ramazanit, fëmia duhet të plotësojë atë ditë që e ka lënë mangut për shkak të ekskursionit. Një traditë e bukur që është bërë zakon në xhamit tona është mbajtja e bisedave të ndryshme fetare që bëhen para Ramazanit, por edhe gjatë tij. Duke qenë se në namazin e teravisë vinë shumë të rinj, atëherë kjo është mundësia më e mirë për t'i folur atyre për çështjet e fesë, pak para namazit të yatsis, pas tij, midis rekateve të teravisë, apo kur e shikon të përshtatshme imami i xhamisë për të folur. Një traditë tjetër e bukur gjatë Ramazanit është edhe shtrimi i iftareve. Muslimanët ftojnë njëri tjetrin dhe sofrat i mbushin plot e përplot me ushqime për të fituar shpërblimet e atij që shtron iftarin. Padyshim që një veprim i tillë shton më shumë vëllazërinë dhe solidaritetin midis muslimanëve në këtë muaj të bekat. Juristët e methebit Hanefi e kanë lejuar dhënien e fitrave në vleftë monetare dhe kjo është një çështje shumë e njohur. Gjithsesi unë do të preferoja që me paratë e fitrave të blihen ushqime dhe të shpërndahen nevojtarve, sepse nëse u jepen në vleftë monetare mund që edhe të keq përdoren, pavarësisht se nuk jemi përgjegjës se për çfarë mund përdoren. Gjithsesi, kjo është thjesht një preferencë dhe gjithsekush e zgjedh atë që e shikon si më të përshtatshme. Dhe së fundmi, gjithçka kam shkruar janë thjesht reflektime, sepse të gjithë ne jemi të vetëdijshëm se cila është gjëja më e mirë që duhet të bëjmë gjatë muajit të Ramazanit. Allahu na falë gjunahet tona dhe na bëft prej të devotshmëve. Amin.